Një tjetër debat i fortë ka shpërthyer në shtëpinë e Big Brother Kosova, këtë herë mes Tonit dhe Elionit, duke sjellë në qendër të vëmendjes jo vetëm tensionet personale, por edhe përfshirjen emocionale të familjes dhe vlerat që përfaqësojnë secili prej banorëve. Debati mori një drejtim të ndjeshëm kur Toni përmendi një moment jashtëzakonisht personal, duke sjellë në bisedë figurën e babait të tij. Gjatë përplasjes, Toni u shpreh se babai i tij kishte ardhur më herët në mes të një primei dhe kishte folur fjalë shumë të mira për Elionin. Ai theksoi se babai e kishte vlerësuar, e kishte respektuar dhe kishte thënë se e kishte rritur mirë dhe e kishte çuar shumë nalt, duke nënkuptuar edukatën, karakterin dhe vlerat që ai përfaqëson. Për Tonin, ky moment kishte qenë i rëndësishëm dhe domethënës, sepse vinte nga një figurë prindërore që ai e respekton thellësisht. Sipas Tonit, ajo që e dhem më shumë është fakti se, pavarësisht këtyre fjalëve të mira dhe këtij respekti të shprehur publikisht, Elioni nuk ka treguar asnjë reflektim apo mirënjohje. Përkundrazi, Toni e akuzoi se vazhdon të ofendojë, të përdor gjuhë të ashpër dhe të mos marrë parasysh asnjë kufi, duke e kthyer çdo debat në një përplasje personale. Ti nuk don me ja ditë, ishte mesazhi që Toni përpiqej të përcillte gjatë debatit, duke nënvizuar se sjellja e Elionit, sipas tij, është e mbushur vetëm me ofendime dhe provokime. Ai e konsideroi këtë si mungesë respekti jo vetëm ndaj tij, por edhe ndaj familjes dhe ndaj fjalëve të mira që ishin thënë publikisht. Nga ana tjetër, Elioni reagoi duke mos e pranuar këtë interpretim dhe duke u mbrojtur nga akuzat, çka e mbajti debatin të ndezur për një kohë të gjatë. Tonet u ngritën, emocionet u përzien dhe situata u bë e rëndë, ndërsa banorët e tjerë ndiqnin përplasjen mes përpjekjeve për të ndërhyrë dhe momenteve të heshtjes. Ky debat ka ngjallur reagime të shumta edhe jashtë shtëpisë. Publiku po diskuton jo vetëm konfliktin mes dy banorëve, por edhe faktin se